Pas goditjes së një grupi kriminal të drejtuar nga biznesmenët Ergjys Agasi dhe Ermal Beqiri, të cilët përmes pengmarrjes e shantazheve detyronin biznesmenët të hiqnin dorë nga tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, procedura që më pas fitoheshin nga kompanitë e tyre, SPAK urdhëroi kontrolle të disa biznesmenëve, zyrtar të Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe bashkëpunëtorëve të 2 personave të shpallur në kërkim. Referuar dokumentave, gjykata e posaçme miratoi kërkesa për kontroll personal dhe të banesës për shtetasit Gëzim Toska, Renato Hristić, Elon Çiko, Elgerti Bixha, Kreshnik Tërnova, Ariola Koromani, Endri Merkaj si dhe subjektit Merkaj 3. Ndërsa është ushtruar kontroll në banesat e Ergjys Agasit e Ermal Beqirit, drejtoreshës së Akshit Mirlinda Karcanaj dhe zëvendëses së saj Havade Libashi, si dhe 4 të dyshuarve të tjerë. Mësohet se gjatë këtyre kontrolleve u sekuestruan materiale si dhe celulare pajisje kompjuterike të cilat mendohet se i shërbejnë hetimit. Kontrollet kanë përfunduar mbrëmjen e së martës dhe pajisjet kompjuterike janë dërguar për ekspertim. Nga hetimet e SPAK rezultoi se grupi kriminal rrëmbeu për disa orë biznesmenin Geron Meçe, të cilin përmes kërcënimit e detyruan të heqë dorë nga ankimet për disa procedura tenderuese. Mendimin e drejtuesve të Akshit, kriteret e tenderave përshtateshin në mënyrë të tillë që të fitoheshin nga kompanitë e Ermal Beqirit, ndërsa dyshohet se grupi ka pastruar miliona euro. Nesër në GKKO komunikohet masa për 6 nga 8 të akuzuarit, pasi 2 prej tyre, Agasi dhe Beqiri, janë ende në kërkim.